Kryeministërisë së Bashku me mua në studio është Romeo Kara, mirë se erdhe. Mirë se t'gjeta. Ka një sër çështje që do t'i trajtojmë, po m'lejoj që fillimisht kem një komunikim me kolegun Besmir Pula dhe pastaj do të analizojmë së bashku. Shkojmë pak në gjykatën e lartë, Besi, të përshëndes. Përshëndetje Aida. Risjellim sot një çështje që e kemi ndjekur në fakt edhe më herët dhe që është po nga ato çështje që ne kemi konsideruar të bujshme, pse jo edhe të nxehta, për nga përmasat edhe për nga mënyra se si ka ardhur në rrjedhën e hetimeve në vëmendjen tonë. Po, Besi. Po, Aida. Pra, ajo që... Në fakt... Jemi, Besi, fjala për ty. Po, kemi ndjekur në vazhdimësi gjyqin në lidhje me tendrin në uniformave blu, një tendër në fakt i shumë diskutuar për shkak edhe të problematikave që janë hasur gjatë, le themi, procedurave të prokurimit të këtij tendri dhe nga ajo se çfarë të paktën ne kemi mësuar si detaj të ri në lidhje me çështjen e cila është aktualisht në gjykatën e lartë dhe ku personat të cilët le themi kanë qenë të përfshirë në tendrin në uniformave blu kërkojnë pafajësinë në gjykatën e lartë. Ne kemi mësuar që gjyqi është shtyr për në fund të muajit maj, ndërsa nga ana tjetër, po ashtu kemi arritur mësojmë se trupa gjykuese, emrat e cilëve MCN në fakt i disponon, ka bërë edhe tërheqjen nga gjykimi i kësaj çështje. Deri tani nuk dim themi se pse janë dorëhequr trupa gjykuese nga gjykimi i kësaj çështje në dhomë këshillimi në gjykatën e lartë, por ajo se çfarë dim themi Aida me saktësi është se kemi të bëjmë me një tender i cili të paktën sipas prokurorisë së posaçme ka pasur le themi abuzime. Bëhet fjalë për tenderin e uniformave blu dhe i denoncuar më herët nga ish deputeti Muslim Murrizi dhe nën akuzë janë vënë një sër personash ku më kryesorja ka qenë drejtoresha e le themi drejtoresha Elvira Naçellari si dhe antarët e njësisë së prokurimit dhe atyre të vlerësimit, përmendim këtu edhe disa emra të tjerë pra për të antarëve Flutra Çekrezi, Ani Omuri dhe të tjerë. Bëhet fjalë për një fond me vlerë limit prej 2.8 miliard lekës dhe si pas akuzës të pandehurit kanë bashkuar lotët të ndryshme dhe kanë favorizuar padrejtisht kompanit fituese duke shkaktuar dëm konkurencës dhe pasi ata janë dënuar në fakt me burgim dhe me 5 vite heqje të drejtës për të ushtruar funksione publike në shkallët më të ulta, mbrojtja e tyre shpreson që në fund të muajit maj kur të merret edhe le themi vendimi që të marrin pavajsi. Por nga ana tjetër le themi prokurori i posaçëm zoti Dritan Prençi kërkon që ata të mbetën të njëjtit vendim që janë dhënë në shkallët e mëparshme, pra më konkretisht në gjykatën e shkallës së parë, por edhe në gjykatën e apelit të posaçme. Është një dosje që është ndjekur me buj, pasi ka qenë ndër dosjet e para që janë marrë për pjesën e prokurimeve publike dhe tendrave publik dhe është dosje që është ndjekur nga prokurori i posaçëm i SPAK, zoti Dritan Prençi. Pas disa vendimeve të shkallës së parë, siç thash pak më herët, mbrojtja e Naçellarit, pra drejtueses së këtij funksioni, pretendon se procesi gjyqësor ka pasur mangësi procedurale dhe provat nuk e lidhin drejt për drejt me shkilet e pretenduara. Dhe sipas kërkesës që ajo pat le themi depozituar në gjykatën e lartë, ka argumentuar se vendimet e mëparshme janë të bazuar në interpretime të gabuara të ligjit dhe në një analizë të paplot të provave. Tenderi për furnizimin me uniforma të policisë së shtetit është bërë objekt hetimi disa vite më parë, pasi prokuroria pati dyshime të arsyeshme për shkelje të rregullave të prokurimit publik dhe favorizim të operatorëve të caktuar ekonomik dhe përpasoj duke favorizuar këto operatorë të caktuar ekonomik është dëmtuar edhe konkurenca midis operatorëve të tjerë të cilët kanë qenë në garë për të fituar tendrin e uniformave blu. Sa është dëmi që është shkaktuar? Tenderi i uniformave blu ka qenë
një tender me vlerë 2.8 miliard lek. Se sa është dëmi, kjo ndoshta do duhet t'i takoj organeve kompetente për të përcaktuar shkeljet, por kryesisht pjesa e hetimit për zonin e Qellarit dhe për antarët e tjerë të vlerësimit të ofertave është bazuar më shumë tek pjesa e konkurencës së paligjshme apo konkurencës së pandershme dhe favorizimin e operatorëve të caktuar ekonomik. Faleminderit, Besim. Faleminderit, Aida. Disa element, dhe është një proces që vijon, si shduket, është një betej që për kryuar lehtësira, ndërkohë qëndrimet të ndryshme në radhë e drejtësisë. Po të shosh ka një ngjeshmëri me Akshin, një këndvështrim tjetër që unë e shoh. Pra Akshin kemi institucionin më të lartë që ne na certifikon lidhje me sigurinë me parametra tjera të rëndësishme të sigurisë. Tani kemi një rast korupcioni, këta nuk e kanë fut në basën me korupcion, për kanë bërë vetëm shpërdorime tjere të abuzime detyrën, preke barazisë në tendra, për përmush korupcion. Dhe e kanë dhënë të sunguar në basën dhe akuzën, por çfarë do të thotë tani që ne na vidhen tendrat, ose na shpërdorojnë tendrat që janë për policinë. Dhe ne kemi policinë për të na ruajtur çdo detim, ka një detori të fuqishme për krimin ekonomik, edhe mjaft detori tjera. Si ka mundësi që në hundën e tyre ndodhin këto dukuri? Dhe po të shohësh dënimet që janë dhënë qesharake, maksimumin e 1 vit, diku gjykim shkurtuar, shumica tyre nuk kanë bërë fare burg, kanë dalë, dhe tani po kërkojnë ta zhbëjnë fare procesin, dhe ajo që më bie në sy dhe që është domethënë alarmante, që duhet marrë në analizë tani nga Këshilli i lartë gjyqësor, është përse kjo procedurë gjyqësore e regjistruar në vitin 2023 me numër 5108 00341, prap 00 të vitit 2023, vetëm tani nga shkurti, me 2 shkurt kemi tërheqjen e zotit Panda, në 10 prill kemi tërheqjen e Sokolbinës dhe më vonë është tërhequr dhe Albana Buksi. Dhe duke mos pasur më gjyqtar nga kolegji penal, ka vajt është zëvendësuar me gjyqtar kolegji civil. Pra janë 3 gjyqtarët. Pra nga viti 2023 e kanë kuptuar tani vonë që janë në konflikt interesi. Mua kjo më lë të dyshoj. Që do thotë? Që do thotë që mund të jenë para presionit. Se ketë bësh me uniforma blu, ketë bësh me njerëz me pushtet, të cilët në një formë apo në një tjetër janë pjesë e zinxhirit të drejtësisë, po ato janë vërtet organe ligjzbatuese, po ta shohësh me kujdes. Ne kemi raste që policia ka arrestuar dhe prokuror dhe gjyqtar. Rastin e gjyqtarit Miri dhe prokurorit Giu. Pra, është një moment që është pjesë e hallkës të këtyre organeve. Tani, a e larguar se vërtet kanë konflikt interesi, që e kuptuar me vonesë, apo e larguar për shkaqe tjera. Që të arrijmë ne të mos kemi më gjyqtar për këtë çështje, por të vinë nga kolegji civil dhe pastaj të trimërohen, të thonë, thuhet nga hetimet që ka shpërdorim, ka dëm, nuk cilësohet dëmi, në mënyrë të dukshme këto uniforma janë në çmime shumë të larta se ato të tregut, është shkelur gara në gjitha parametrat e tjerë, ata që kanë ofruar çmime të ulët janë skualifikuar e tjerë, por nuk kanë guxim, sa shoh, dhe rrëzohet e gjithë procedura, edhe pse janë ndërnuar në mënyrë qesharake, rrëzohet e gjithë procedura
në gjykatën e lartë, aty ku nuk duhet ketë njëri guxim ta mendoj që mund të ndorojë dhe të bëj presion. Unë këtë e shoh shumë të rëndësishme. Këtu ka vend për hetim edhe për të thelluar më tepër. Pra, i bëj thirrje Këshillit Lartë Gjyqësor të shohë çfarë ka ndodhur. Ne duam të ngrem precedent suksesi, jo precedent dështimi. Qoftë kushdo pushtetar, jo më të uniformën policisë, që nuk apo njerëzit që kanë emëruar ata që të mendojnë që mund të imponojnë procesit ta bëjnë procesin gjyqësor si duan vetë. Dhanë dorëheqjen në grup, nuk u ndjen fillimisht, kishin turp. Jo, po nuk e ka parë mirë prokuroria, faktin e ka trajtuar gabimisht në formë tjetër e tjere. Janë tendra si gjithë tendra, le ta shohim nga e para. Edhe për të dhënë mësimin e duhur është, nëse do të gjenë mangësi të rikthehet për hetim e të marrin dënime që meritojnë. Unë kështu e shoh, nuk mendoj që ka rrugë tjetër. Aty, pa devijuar fare nga thelbi, pa futur fare retorika apo metafora, qëllimi i devijimit favorizimit, duke pasur dëm ekonomik, për mua është vjedhje nëpërmjet shkeljes të barazisë në tendra dhe abuzimit me detyrën. Aq më tepër besimit publik. Për të njëjtin krim, një person jashtë uniformave blu mund të dënohet për shembull një vit, kur e bën ai që është në atë ministri, me uniforma blu, për uniforma blu, du të ketë dënime më të mëdha. Kodi e parashikonte, njerëzit që janë me shkollë kanë më vetdije. Aq më tepër që kanë, ja u kemi varur mëlçit atyre, domethënë. Tani mos kemi besim ke akshi, mos kemi besim ke policia. Kjo është pjesa e asaj që unë them, soft genocid, se njerëzit ikin nga humbja e besimit. Kjo është shumë e rëndë, ne do të rikthejmë besimin tek drejtësia. Pa drejtësi nuk mund të ketë shoqëri. Kush bën presion nëse ka presion? Kush mund të bëj presion? Se shiko, ka një gjë zotëra. Ne kemi trajtuar çështjet e nxehta dhe gjithnjë flasim pastaj për presionin e mundshëm që mund bëhet. Dhe presioni është disa formave. Mund të jetë nga grupe kriminale për çështje të saktuara në bazë dënimeve që mund të jepen etj si kur janë hetimet, mund të jetë politik, mund të jetë i ndërthurur se i tillë në fakt vepron. Por që çështje që e kemi trajtuar rast pas rasti kështu. Në rastin konkret, nëse ju i bëni thirrje Këshillit KLD-s, pra Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për gjitha këto veprime që realisht lën hije dyshime përderisa thoni që të hetojnë, çfarë presupozon ose çfarë analizë bën në kuadër të mënyrës se si është ka vijuar pra hetimi rreth këtij tenderi. Çfarë vërtet e thën ndryshe në këtë tender që është alarmante ose është shqetësuese? Unë prapë do përsëris pa u menduar fare atë që thash. Pra, presioni mund të jetë edhe presioni drejt për drejt, unë nuk e di se kush e ka bërë dhe nuk ka rëndësi se kush e bën. Por mund të jetë edhe diskutim gjysmësor apo dhe 100% miqësor për të thënë që mundësisht të rigjuni dhe lëreni këtë procedurë të shuhet në këtë mënyrë, domethënë. Ky është precedent shumë i rrezikshëm. Pra të na ngeli drejtësia jetim, edhe ku pikërisht në gjykatën e lartë. Është provë e madhe drejtësia. Drejtësi për mikun dhe armikun, edhe për ata që e njeh atë që s'e njeh. Se ka raste do të kesh bësh me atë që njeh, ne s'mund të themi ne jemi vend i vogël. Në mënyrë direkte apo indirekte, edhe ne dy bashkë mund të kemi konflikt interesi nesër, pa folur për lidhjen e punës. Pse? Jemi vend i vogël. Kaq jemi. Po të bëjmë një autostradë, domethënë, si duhet, 1 orë pak e ke Shqipërinë nga veriu në jug. Gjysmore ke nga linja perëndim. Kaq është me parametrat e Gjermanisë, po ta bëjmë. Me atë shpejtësi që lejohet atje. Kështu që unë nuk mendoj që ne mund të mendohemi gjatë. Pra që në vitin 2023, gjë e parë që shihet konflikt interesit, legjitimimi palëve tjerë, ka konflikt interesi apo nuk ka. Tani në vitin 2026,
Mund të jenë bërë 3 vite, mund të kaluar, apo mund duhet dhe pak për të bërë 3 vite. Në shkurt, në mars, të riqë tjetëri, pasaj të riqë tjetëri, dhe i kalon një gjyqtari nga kolegji civil. Që do më thënë? Na falimentoj gjykata lartë tani? Unë gjithmonë kam qenë për gjykimet me juri. Në qoftë se 2-3 veta mund të manipulohen, 19 veta nga juria amerikane nuk manipulohen. Ata të cilët kanë zbatuar për herë parë para 200 ca vjetëve 2 arbitrajet kryesore në lidhje me problematikat që kishin me ish kolonizatorin britanik, ata sot nuk e duan arbitrajin, vetëm mos heqin dorë nga jurit, të cilët kanë besimin absolut. Pra ka qytetarë devotshëm që nuk duan të dinë. Pastaj duhet të gjejmë forma tjera. Nëse nuk funksionon kështu, do të gjejmë forma tjera. Ne duhet patjetër të shohim me çfarë kush funksionon si formë në lidhje me drejtësinë. Drejtësia do të jetë kush i panegociueshëm. Ne do ta bëjmë drejtësinë, duan apo nuk duan, i pëlqen apo si pëlqen. Mo qof kushdo qoftë. Nga qielli të ketron, këtu ne duam drejtësi. S'na intereson fare se është ky kriminali, ky politikani i çdo rangu. Fillon nga presidenti, kryeministri dhe tjerëve nuk po i quajnë fare pse. Kush janë ta? Tani mendon që të jem atje në gjykatën e lartë edhe mbi dikush më thotë të riqu ti? Të riqu ti kjo çështje. Unë s'jam të rreq nga çështje të rëndësishme pa qenë as polic, as prokuror, as gjykatës. Kush janë ta? Kam ushtruar drejtën e Zotit një dhe drejtën që më jep kushtetuta. Në zbatim të detyrës time, kam hasur në një vepër tënd penale dhe i kam rënë ballit, po si drejt fare, pa lëviz fare. Pa që duar majtës e djathtas. Ku një penges, kuraja njerëzore, qytetare, edhe fshatare njerëzisht. Kur ka kuraja, ka kuraja. Dhe këto punë nuk janë që shkon ti dhe unë fitoj vendin e punës se unë kam bërë të dizertacionin. Radhë parë integriteti. A ka njerëz, kanë mendere këta të përballën apo s'kan? Nëse nuk kanë, të hikin, të lëshojnë vendin. Pra, ky është dezertim për mua. Arsyet mund të jenë me jetë pa jetë dezertim. Po pse jeta e ime dhe fëmijëve të mi që ka pa vlerë në krahasimet të tyre? Po thotë dezertimi antarëve gjykatës lartë? Po dezertim është ky. Çfarë emri mund t'i vënë? Me qef apo pa qef, se tani mund ta bëjnë dhe kështu. Të vinë edhe nuk ta thonë fjalën e fundit, po ta lënë të nuk kuptuar. E pasaj me ndo ti të përballen këto me këto grupet kriminale që kanë vrarë nga 20 nga 30 tani, e të përballesh ti atje. Por nëse nuk është shuat e jo më kot kam thënë që ne do të kishim një rezervë atje, një gjykatë ushtarake. E të dilin bile fare kështu, pa i njoh njeri me masa. Kështu e duan këta. Ky lloj krimi kështu e do. Kështu e do, dhëm për dhëm. Do ta shohësh pasaj, do ketë, po dhëm për dhëm, nuk ka forma, nuk ka drejta njeriu që favorizon kriminalin edhe disfavorizon popullin. Hetime profesionale. Profesionale, si sta merr mend edhe një po flasim për gjykim tani, jo për hetim. Po pra. Për gjykim. Nëse gjykatësi ka atyre letrave të hetimit. Edhe njerë, nuk është me letra kjo punë, është me kuraja. Kjo është luftë me krimi për ballë. Të kesh mendere të gjykosh, të bësh detyrën tënde. Ke apo s'ke, këtu është puna. Unë dyshoj që këtu ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon. Si janë përfshirë ca, mund të përfshirë deputete, ministra, ku ta di unë. Asgjë 5 me hiç për të punë janë. Ti këpusin në radhë 4 kryeministrat e fundit të Shqipërisë për t'i thënë tjerëve me ju se llogarizin fare. Po ç'është kjo? Kjo tolerancë, kjo do frymëzoj krimin. Do tallë njerëzit. Atëherë ta lëm korrupsionin, mos ta gjykojmë më. Ta lëm shpërdorimin, abuzimin të tyre për parat publike. A duan gjykatës tjerë, po të flasim se ka dhe mundësi të marrim gjykatës tjerë dhe nga jashtë. Se e bëri Kosova. Të pikë do arrim ne. Po kështu nuk ka tani, që ne të rrim në mshirën e këtyre që na këshillojnë të riqimi, apo nuk e di se çfarë ka ndodhur. Kjo është alarmante, këtu duhet ndalojmë. Unë ta bëj të gjithë analizën, e kam gjithë analizën e kësaj procedure këtu.
është e kotë flasim. Thuj në element që është rëndësishëm përveç asaj që... Jo, mund të sjellësh në një element që është rëndësishëm përveç asaj se çfarë trajtuam deri më tani. Deri tani trajtuam një pjesë të fakteve, dyshimet e arsyeshme që ngrihen, rrugtimin gjyqësor procedurial. Si ka mundësi që është thonë që është prekur gjithë integriteti i procesit tenderi. Kemi dëm ekonomik, ato me çmime më të lira janë skualifikuar, janë bërë specifikime për të çuar tek një operator, për shembull, pra është parashikuar që të shkojë gara diku atjetër, është paracaktuar tenderi etj, pra është formal tenderi, gjitha këto dhe na çojnë në dënime qesharake, kur pjesa më e madhe dhanë dorëheqje me vrap, me urrëdite, ata e dinë çka kanë bërë. Janë dënuar disa me punë komunitet për të qeshur etj. Po kush nuk e bën këtë? Me një tender tillë, disa për tyre ka siguruar jetën. Ky është pensioni i jetës. Të bëj një pyetje jashtë, ndoshta, po në këtë logjik, po ndoshta edhe temës. E beson këtë tezën që thuhet rëndom, se ty duhet ta thuash dhe kujdes, se kur është puna pastaj për këto çështje të nxehta reagon çuditshëm. Aty të kujdesi si jam i çon. Ja ta them, do ta them unë me kujdes, jo ti. Unë duhet ta them me kujdes. Ka një tezë që qarkullohet edhe në nivel avokatësh, juristësh, që në këtë vend ja vlen të bësh 2 ose 3 vite burg, se pasuria nuk të preket dhe të gëzosh milionat. E beson vërtet, a është ky fenomen? Apo është thjesht një postulat apo një diskutim në kuadrin të retorikës, analizës? Ky është realitet. Ky është realitet. Dhe po të se besoj të thënat e mia janë shumë herë më tepër, edhe me zot lartë, po dhe në numër, të kjo që unë kam thënë, këtyre personave që zhytën këtu, du t'i zerosh pasurinë. Edhe të punoj gjithë jetën, edhe t'ja u marrësh ato parat, t'i lësh vetëm me minimumin jetik zyrtar që kanë nxjerrë këta, e të paguajnë nga pasuria. Po dhe Moceduni ka qenë një libër i vogël me citate që ne kemi pas, edhe ai thoshte, kush dëmton, ç'dëmton. Si mbajnë shtetet? Ata e kanë zgjedhur, ka kryetar bashkia është i dyti që shkapur tani me bodrumin plot me para, me nga $40 miliard në lingota e në të gjitha llojet e prerjeve, deri ke frangat zviceriane, pa dollar e euro, kishe pa fund dhe janë japonez. Ata e kanë zgjedhur korrupsionin e lartë me vdekje, ata kanë marrë parasysh. Kurse këta janë trimëruar, çka kanë të? Këtu thot në letra nga 6 muaj deri në Ibitburg, por realitet s'kan bërë fare. Pjesa më madhe kanë bërë pak disa muaj burg, kanë dalë tani dhe thonë, si të më dënoshim unë, ka dalë e du t'ishën burg akoma. Ta prisin gjykimi nga burgu. Si që e ke? Të vjetën shumët më dha ati e ke minimumi një 15 vjetë. I ke 2-3 nene atje. Si kalon ka kjo punë kështu? Ti mbledhësh ato, si shmbledhen, pasaj ja kanë parë dhe ato tendrat e tjera si i kanë këta. Një tender është atje, ti ku shkon kape mos e lësho më i solucionin. Shpla e mirë atje, edhe mos guxojnë. Unë kam njohur policët, kam punuar, kam dhënë mësime dhe. Nëse ka frikë njëri ligjin polici, është po polici mirë. Edhe nuk janë këta, se këta janë pjesë administratës. Kur ke dhe mësim se mos ka ndryshu qasja? Nuk ka ndryshu qasja. Kam nga ta njerëz që janë patriot. Unë komunikoj me ta. Po, janë patriot. Janë të lexuar. T'japin ujë mbi, kam mbaruar dhe jashtë një pjesë, t'japin ujë mbi shlugës. Në historinë e Shqipërisë ta ngjelin klasë gjithë parlamentin, këtë parlament atë që ka qenë atë që do vi. Mos mendoni që janë kështu këta. Aty ke njerëz në parlament që duhet ndjen me turp kur të flasim me ta. Kë ke parasysh? Po të marr për shembull një nga shefat e krimit ekonomik Vlorës, Egon Velaj. Jo, thashtë e parlament. Jo, nga i pari ke fundit, ata atje mësojnë të lexojnë njerë. Artikulojnë atje, këtë sa që kanë qenë nga 4 legjislaturës kanë folë fare. Po kanë bë akademia ta. Kanë bë akademia ta. Akademi politike, jo barive, jo, politike. Jo, se çobani dhe marrin të keqen, se çobani ta nuk e din. Çobani në mentalitet drejton kopen, nuk e keq drejton, dhe jo më kot në historinë e profetëve, numri më i madh i profetëve ka qenë çoban. Po këta nuk e din. Po, dakor, jemi ne të tillë, është përmbysur kupa. Ata që nuk dinte, si tha, u ankua
ke nën prefekti, tha, tha, kryetari komunës. Unë kryetari komunë, tha, kam një sekretar që nuk di të shkruaj, tha, më prishi punë, tha, ka qenë një humor nga kohë e verit. Edhe tha, du të ma heqin këta, tha, jo, tha, do zgjedhim kështu, tha, ti me që di të shkruash do bësh sekretar komune, ky që sekretar që s'di të shkruaj do bëhet kryetar komune. Ne kështu e kemi zgjedhë të punë. Kështu që nuk ka rëndësi që janë ca poshtë, i bëjnë letrat si puna jonë, por e keqja është se këta kur mësojnë të i bëjnë tendrat, kanë mbaru punë me ta. Do vi ditat të ndrohen, pra luajnë sulm ato minuta që janë fush, pra ke prokurimet, e di që do ndrohen, edhe e din që nuk do dënohen si që duhet dënohen. Tash unë po të falenderoj që ishme me mua në studio, zgjodha për të qëndruar në një çështje që i futëm dhe disa nuanca tjera, pra i përfshim për që në sa. Kam dhe 3 minuta, se më ke thonë dhe 11. Qa do të thuash në këto 3 minuta? Qëfar ke me merak që se ke thënë? Mi thuaj. Se ti të mërë fytyrën live, qëfar? Bje keq. Mira, do të pyes unë. Do t'i shfrytëzoj ato 3 minuta, apo do e bëj unë pyetje? Nuk do t'i kesh minutat lira. Me këto ndryshimet, me këtë vendimin unanim gjykatës së lartë, po u lirua Ilir Meta, çfarë mendimi ke? Po u lirua, po shkojnë shtëpisë, do lirohet, do përballet. E praktikat. Për atë, po praktikat. Se kam gjëtëni. Unë mendoj që këto ndryshime nuk kanë ndryshuar gjë në ligj, po kanë dhënë një orientim. Dhe jam dakord. Që nuk mund të përhir të akuzës që është, ti e merr personi dhe e çon në burg. Dhe unë flas për një fush tjetër që nuk e ka përmend njeri. Unë kam takuar të burgosur femra. Plot burgu për Gradecin. Po nuk mund të rri me një nën atje në burg, ai më tepër dhe me akuza që nuk qëndrojnë deri diku. E dyta nuk janë të rrezikshme. Ilir Meta është i rrezikshëm apo s'është? Duhet qëndroj aty apo duhet shkoj në rreth shtëpie? Po them mund tani se. Po unë nuk po flas fare pa emocion. Dhe mund të jetë në rreth shtëpie, unë nuk e vend dyshim. Nëse ata kanë gjykuar, janë 3 pika të thjeshta. Nëse ata kanë gjykuar që ky mund të largohet 1, mund të kërcënoj ose të dëmtoj provat e dëshmitarët 2, mund të bëjë një vepër penale 3. Nëse nuk provohen këto të treja, asnjëri s'duhet të rrinë në arrest. Kupton? Unë për këtë jam për një zbatim skrupuloz të ligjit, nuk kam problem me personat, nuk e kam emocionale. Dytë, ti mendon që unë harxoj vitet të atitës time për të marrë me njëri? Mirë. Unë kisha një vrap. Dakor. Unë jam marrë me dukurin. Dakor. Nuk kam pyetur kë kam përballë. Tani them, kishim mbaruar punë herët. 40 sekondat kanë mbet nga koha jote. Një gjë, nuk ka rëndësi punë e paraburgimit. Po të kishim marrë dënimin e dur, Meta dhe Berisha, edhe Rama të ishe pozita më të mira sot. Zdo kishe guxuar stafi ti të shpërndaj e të zhyte më keq se Meta e Berisha. Ndëshkimi të ishe bërë mësim. Një sekund, të ndëshkojmë këta që të mësoj Rama për qeverisë dhe të luftoj korupcionin, po e mos është votuar për strategjinë e vetë, vendosi standardi thua. Po të edhësh syt për te televizionit, në fushën dëkombëtare thonë, në Shqipëri, një nga arsyet, ndëshkimi ligjor i merituar, po flas, një nga arsyet që ndodhin këto që ndodhin në Shqipëri, është se ka shumë persona që nuk përgjigjen para ligjit dhe janë të pandëshkueshëm, edhe pse meritojnë të jenë ndëshkueshëm. Unë po them për ndëshkimin ligjor, nuk po them mund të bëjmë mësim nga hiçi. Po ja, pra unë po flas. Tjetër këtë, do ja hapim të premten. Do vish të premten? Shumë falënderim, shumë kënaqësi, bile do ri këtu deri të premten, s'do iki. Ku do flesh? S'ke ku fle. Po. Duke zbrit shkallë djathtas është një zyrë, ka një kanape të mirë atje. E di unë e shef. Se pa ty është regjia, më ku të shkosh? Po mirë, më një figurative do ri këtu. Mirë, faleminderit. Nëjsi.